Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndrimi dhe lavdrimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet që dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, më dashurit tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjes së fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. O rrotulluesi i zemrave, forcoj zemrat tona në fenë tënde. O rrotulluesi i zemrave, forcoj zemrat tona në bindje ndaj teje. Është prej duave që të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përsëritur më shpesh. Tash ka në transmetime të sakta që prej duave të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë më së shpeshti dhe i ka porositur sahabët mjashtë edhe ummetin e tina që me e përsëri këtë dua dhe me thonë është ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. O rrotullues i zemrave, forcoj apo rrotulloj zemrat tona në fenë tënde. Sot kohë të cilën jetojna, dynjaja të cilën jemi, vetë se është lëvizje edhe është shumë e shpejtë. Njeriu sot e ka mundësinë që me pasur në dorë dhe mbi zotëruar gjithçka, qoftë ajo mbi teknologjisë apo prej pasurisë apo prej pozitave të ndryshme. Si janë udhëtimet e shpeshta apo udhëtimet e ndryshme në vende të tjera, gjëra të cilat ndoshta në kohën e kaluar nuk ka mujtë me i pasur. Luksi i tepërt, pasuria e tepërt, pozitat e larta për të cilat ti nuk je thellës, nganjëherë e bojnë që robi edhe me i livritën zemra e tina. Nganjëherë bjen pasuria e madhe si shkak që njeriu me humb imanin e vet. Nganjëherë bjen pozita e lartë si shkak që robi edhe me humbën imanin e vet. Prandaj në transmetimin e Tirmidhiut prej Anas ibn Malikut thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thoshte aq shpesh që dua, saqë sahabët vazhduan edhe me ushqesue. Kur e kanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tu e thonë që dua shumë herë edhe të përsëritet shumë herë, i ka kapa tani fashqetësimi. Edhe janë edhe kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, na kena besuar me të vërtetë kena besuar ty. Edhe me ato se çka ti na ke sjellën, ato se çka tu është shpallur tyje. Pse ekziston kjo frikë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj se me të vërtetë se zemrat të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar dhe na ka dhënë neve janë mes dy gishtave të Allahut. Ai rrethon ato si të doj. Zemra e jonë është mes dy gishtave të Allahut subhanahu wa taala, ka në hadith. Dhe Allahu subhanahu wa taala e rrethon ato si të doj. Prandaj, duke e ditur se zemra është mes dy gishtave të Allahut subhanahu wa taala, e dura të cilën ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është me e bë dojen që çet zemër me rrotulluar në fenë e tina. Që zemër me rrotullu edhe me e forcue në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në gjuhën arabe, zemrës i thonë qalb. Qalb është diçka e cila rrotullohet. Me të njëjtin emër i thonë edhe qelësit. Edhe te brava është ajo e cila rrotullohet për me mshir derën, me të njëjtin emër i thonë edhe asajna në gjuhën arabe. Pse ka ardhur qalb? Pse ka ardhur diçka rrotulluar? Pse ka ardhur diçka e ndryshueshme? Zemra çdo herë ndryshon. Na kemi raste sot me njerëz të cilët takohemi, ndoshta në mëngjes vazhdon me thonë ty diçka tjetër, me premtuar diçka tjetër, deri në mbrëmje i harron ato të cilat i ka thonë. Në mëngjes pretendon diçka tjetër, deri në mbrëmje ka harron edhe e humb ato të cilat ka pretenduar. Një prej duave më të mira, edhe një prej thënieve më të njohura të cilat ka thënë Sufjan al-Thauri është se nuk kam shëruar diçka më të rëndë se sa çështja e jetës tënde. Edhe nuk jam lutën për diçka që Allahu subhanahu wa taala më e forcua tek unë, se sa më e forcua në jetën tënde. Pse e ka bërë këtë? Për shkak se njeti çdo herë ndryshon tek ne. Njeti jonë, qëllimet e të kena çdo herë ndryshojnë. Ajo po varet shpesh edhe prej situatave të tjera. Tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an se të cilën e frekuesohet një ditë kur zemrat edhe shikimet do të rrotullohen. Ajo me të cilën e ka pranuar Allahu subhanahu wa taala të cilën friksohet se një ditë shikimet tona, edhe zemrat të cilat e kena një ditë do të rrotullohen. Lutim Allahun subhanahu wa taala edhe shikimet tona, edhe zemrat tona mos u rrotullen diçka tjetër përveç se në bindjen ndaj tina subhanahu wa taala. Nëse zemra
rrotullohet në këtë botë, në mes imanit, edhe në mes gafletit apo në mes mosbindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, ajo do të rrotullohet edhe në ahiret kur dolin para Allahut subhanahu wa taala. Nëse në dunja zemra rrotullohet mes imanit edhe kufrit, apo mes bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala edhe mëkatet gjinat të zërbin në fenë Allahut subhanahu wa taala, edhe në ditën kur dolin para Allahut, një kanë më rrotullu këtë zemra. Por se atëherë më nuk është pyetja e imanit edhe e kufrit. Atëherë është çështja në mes shpresës edhe të shprimit. Kur domi para Allahut, edhe kena me prit llogarinë tonë për me Allah para Allahut subhanahu wa taala, për krejt veprat, të cilat i kena bue në atë dynjë, zemra vazhdon edhe me pasën një frikë edhe më rrotulluar me shpresë se a shpëtoj edhe puna për banorët e xhenetit, apo dëshpërimit e ka me pasën edhe mu për banorët e xhenemit, zjarri i xhenemit Allahu na ruaj prej tina. Allahu subhanahu wa taala nuk e devion asnjëherë një zemër të sinqertë. Allahu subhanahu wa taala nuk ja mundson asnjëherë robit tina, i cili ka qenë i sinqert në fenë tina, për me deviju edhe me lëshu këtë rrugë. Andaj nuk është edhe shumë herë neve na mërzit, por nuk është edhe shumë më uçuditën nëse e shohim që dikush ka devijuar. Qëse këtë varet në bazë të sinqeritetit tina. Me sa sinqeritet ai ka hyrë në këtë fe, me sa sinqeritet ai e ka pranuar Islamin, edhe me sa sinqeritet e ka pasuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse me kalimin e kohës e lëshon këtë rrugë, largohet prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo largohet prej bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, problemi i tina ka qenë qysh në fillim me sinqeritetin e tina. Me sinqeritetin, sepse piknisja është dohen në fillimin e rrugës. Çështja e mëkatit, çështja e kufrit nuk vjen befasi, nuk vjen që ajo zbrit prej qiellit. Na vetë ja shtojnë rrugën, se Allahu na ruaj persona. Ibn Kathiri e thotë se ajetin të cilin e përmend Allahu subhanahu kur ata u shmangën, Allahu subhanahu taala i shmangi zemrat e tyre. Kur ata devijojnë prej rrugës së Allahut subhanahu taala, prandaj edhe Allahu i devijoi zemrat e tyre, e përmend Ibn Kathiri se devijimi fillon prej vetë njeriu. Allahu subhanahu nuk e devijon dikon prej njerëzve. Devijimi fillon vetë prej teje, devijimi fillon vetë prej veprave tua, devijimi fillon prej gjesve, prej fjalëve tua. Allahu subhanahu e ndëshkon atë duke ia rrotulluar zemrën tina. Kur ti ke filluar me shlije hilën e fenë Allahu subhanahu taala, kur ti ke filluar me i bëu hilet e ndeshme edhe me njerëz të tjerë, edhe me njerëzit e fesë, Allahu subhanahu taala e ka futur edhe hilën edhe në zemrën tënde, edhe ka rrotulluar ato edhe ka devijuar. Pse? Sepse Allahu subhanahu taala i largon prej fesë, i largon nga ata njerëz të cilët nuk janë të sinqertë në dinën e tina. Andaj hadithi i Amr ibn As kur thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se vërtet se zemrat e bijve të Ademit të gjitha janë mes dy gishtave të Allahu subhanahu wa taala. Si të ishin një zemër e vetme. Zemrat e këtij njerëzve janë mes gishtave të Allahu subhanahu wa taala. Sigur, më kanë një zemër e vetme. Ai e drejton atë kudo që të doj. Mas kësajna e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë se Allahu sarrif qulubana ala ta'atik. O Allahu jam, o Zoti jon, lëvizë zemrat tona në bindje ndaj teje, në fenë Allahu subhanahu wa taala. Duke e ditë që tash jeni në Ramazan. Edhe çdo vepër, çdo gest, çdo fjalë që ne thonë e ka e peshën edhe më të madhe se sa nëse e bujna edhe veprojna jashtë Ramazanit. Në të Ramazanit Allahu subhanahu wa taala e zbret mëshirën e tina. Në të Ramazanit Allahu subhanahu wa taala i hap dyert e tina. Në të Ramazanit Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet çdo duaje, sikur se nuk i është përgjigjet edhe gjatë muajve të tjerë. Pse nuk i shfrytëzojnë këtë dua? Pse nuk i shfrytëzojnë këtë mundësi? Pse nuk i shfrytëzojnë që të qaste të arta që nuk kemi pasur jashtë Ramazanit? E kena përmendur një natë më herët se ajo për të cilën duhesh me i rajë pishman në çdo moment jashtë Ramazanit është që gjatë këtij muaji, gjatë tyre neve nuk e ke shfrytzuar ato në maksimum për me lut Allahu subhanahu wa taala. Thotë Imam Al-Zariu se kur ajo e pyet njerëzit çysh cili është shkaku që ky rob qëndron në fenë Allahu subhanahu wa taala, i tha se ajo është ajo që kur i vin fitnet, sa herë që goditet me diçka, sa herë që sprovohet me diçka, ai thotë se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka zemrat tona në dorë. Edhe e luti Allahun se Allahu që të zemrat tona mos me i lëkundë në peshin e sprovave, por se me i forcue në fenë e tina. Thabet apo qëndrueshmëria në këtë fe nuk mundet me ardhur brenda një natës.
Ti sonte me ngritë edhe me lutë Allahun subhanahu taala, edhe sonte me falë namaz shumë, edhe sonte ti më ndoshta edhe një hatë me krejt me krye mbrenda natës, nuk vjen qëndrueshmëria ashtu. Qëndrueshmëria vjen kur ti je i vazhdueshëm në ato. Ato veprat të cilat ti i bën, që ato fjalët të cilat ti i thue, çdo sen me pasën të lidhur me sinqeritetin, edhe nuk qen i vazhdueshëm në to. Që shtu vjen qëndrueshmëria në fenë Allahu subhanahu taala. Tha Allahu në Kur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jo, nuk është ashtu. Por veprat e tyre që u janë bërë ndrysh në zemrat e tina. Kur zemra ndryshket, ajo vetëm vazhdon edhe mbush me gjinohe, vazhdon edhe mbushet me dëshirat e kota të cilat e kaplojnë ato edhe e ndryshkin zemrën. E përmend Ibn Kaimi Allahu më shoh se edhe zemra thot ndryshket një sikur se ndryshën enët e metalta. Sikur se një enë metalit me elonën me një vend në ujë ose diçka, e kap ndryshki ato, edhe zemra nëse e lën nga flet, nëse e lën në mos adhurim ndaj Allahut subhanahu taala, nëse e largon prej adhurimit ndaj Allahut subhanahu taala, edhe që zemra e kap ndryshki. Pastaj, masi që tregon se edhe zemra ndryshet, e përmend Ibn Kaimi Allahu më shirov, edhe mënyrën se çish me pastruar zemrën. Kur një hekër ndryshët, ka mundësi tjera se çish me e marrë dhe me e pastru ato dhe me kthy prapë në gjendjen e mëparshme për me përdorur. Thot zemra thot i largohet ndryshki asajna me dy gjëra. Thot duke lexuar Kur'an, duke lexuar fjalën e Allahut subhanahu taala, edhe duke i bërë dhikr Allahut subhanahu taala. Këto dy gjëra janë të cilat janë prej çështjeve apo prej veprave kryesore që e largojnë ndryshmin prej zemrave tona. Mundësia për me hekna që ndryshkin që na u kam lidh që 19 muaj. E kena që tash në Ramazan me e marrën zemrën tonë edhe me e pastru edhe me e la kadar. I kije 30 ditë afat, i kije 30 ditë mira, i kije 30 ditë pastrimit. Pse mos me i shfrytëzue? Pse mos me e la zemrën tonë dhe të 30 ditë? 19 muaj të tjerë, për vazhdojnë dhe për folmi çdo fjalë, për buna çdo vepër, nuk penalmi shikimin, nuk penalmi gjuhën, nuk penalmi dëgjimin, edhe për rënuar zemra edhe për gjejna vetëm të lodh në adhurimin ndaj Allahut subhanahu taala. Zemra lodhet në adhurimin ndaj Allahut subhanahu kur ajo është e mbushur me gjinohe. E shef një person i cili nuk është rahat as 2 rekate me i fal, lodhet thotë puta. Pse puta? Se zemra nuk e gjen rahatin se është mbushur me gjinohe. Për sa tjetër të cilët nuk ngopen duke adhuruar Allahun subhanahu taala. Mundësia më e mirë që na me adhuru Allahun më shumë, edhe me shtu devotshmërinë më shumë, edhe me shtue në shtueshmërinë ndaj tina, e kena këto ditë mira sepse Allah e ka përmendur vetë në Kur'an. Ayyaman ma'dudat, këto janë ditë të numëruara. Janë ditë të numëruara. I shfrytëzove mirë, nuk i shfrytëzove kanë vetë kaluar. Allahu alem, Zoti Allah e din edhe më mirë se a kena më kon nesër nuk kena më kon. A kena me mrri Ramazanin tjetër apo nuk kena me mrri. Askush prej neve nuk e ka të sigurt këto. Sikur se ta kishni pas sigurt, nashta edhe kishni lënë hajse Ramazanin tjetër nashta ishte i vepra. Por ti nuk e ke sigurt as ditën e nesër sa kimu ngrit ajo, kimu çupe i xhumbit ajo. Pse mos më shfrytëzuar sot? Çdo sejdë namazin taravive, në çdo sejdë namazit natës, në çdo sejdë, qoftë edhe namazeve farze, paktën me thonë ja muqallibal qulub, thabbit quluban ala dinik. O rrugësi zemrave, forcoj bëj qëndrueshme zemrat tona në fenë të din. Elusim Allahun subhanahu taala që na bëj për atyre të cilët janë të qëndrueshëm në fenë e tina. Elusim Allahun subhanahu taala që na i forcoj zemrat tona, me i pastru zemrat tona. Elusim Allahun subhanahu taala që na mundsu çish është mas mira, çish është i kënaqur ai që më i shfrytëzuan në ato ditë dhe me dal për Ramazan, jo ndryshe, vetëm se me dal me gjinohet të falura e kulën në tasmauna wa na khalfa. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.